nivelet jo të barabartë ka shqi Portugalisë dhe Kolumbisë. Sidomos Kolumbia ka dallim për këtyre dy kombëtarëve. Kongo dhe Uzbekistani janë mundësi shumë e mirë për Cristiano Ronaldo të shënej gola sa më shumë. Për Kongo s'kisha thonë shumë. Mbetet në histori në kampionatin botëror, kështu që janë mundësi e mirë për Ronaldo, janë kombëtare shumë dopta këtu Kongo dhe Uzbekistani, kështu që Portugalia dhe Kolumbia kalojnë. Për Kongo nuk isha thonë që është shumë e dopta. A dini cilin kombëtare e ka eliminu për marrën botëror? Kongo? Po, ku luan Victor Osimheni. Nigeria. Nigerin, kështu që është ekip shumë e përshtatshëm, e ka një fan mbrojtje, e du me 5 mbrojtje edhe e ka një mbrojtje edhe një mesfush shumë lejtar për ty në rinë Premier League. Prap të dyja di shumë favorit edhe pra më për me jap golla shumë, nuk isha thonë. Të Uzbekistani po, te Kongo ka me kon pak problem. Edhe grupi L, Anglia, Kroacia, Ghana dhe Panamaja, po duket si grup pak ma kompetitiv. Besoj që Anglia do t'jetë e para, Kroacia e dyta, sa i përket veni tretë mund t'jetë si treta që kanë Ghana, përndryshe Anglia dhe Kroacia janë favorit në këtë grup. Pajtojmë, Anglia dhe Kroacia, Anglia besoj që të kalurin e ka bot pak probleme, kalu grupin kësaj radhe me dhe që mund t'i bërë 9 pikë